Bilaros, Assalamu alaikum o gjendëruar, dhe isha të pyes nëse jemi udhëtar dhe falim namazin e xumos në xhami. A na lejohet që mas namazit të xumos me bashku me namazin e ikindis, Allahu e shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Është një polemik vetëm tek disa dietarë të mëdhëbit Hambeli, jetë dietarë të tjerë. Për shkak se dietarë të tjerë mendojnë se xhumaja bashkohet me ikindi pa problem, për shkak se ditën e xumë dreken e zaventson xhumaja dhe xhumaja dreka pastaj e mori një dispozit dhe ikindia bashkohet me drek edhe bashkohet me xumë një sikur bashkohet me drek. Kjo është mendimi i shumicës dërmuese të dietarëve. Por një pjesë e dietarëve të mëdhëbit Hambeli kanë bërë një komentim tjetër, kanë thënë në të gjitha argumentet të ardhura prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur bashkimi i drekës me ikindi, kur s'ka ardhur bashkimi i drekës me xumë. Atëherë çish kanë thënë përbëri një bashkim për të cilin s'ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thonë këtu kalin polemika të disa vetëm prej dietarëve për shkak se shumica dietarëve edhe të mëdhenj Hambeli mendojnë se lejohet me bashkue xhumon me ikindi pa asnjë problem, sigurisht që pajtohen edhe dietarë të tjerë, por vetëm një pjesë e dietarëve të Hambelive kanë thënë për çfarë shkak, për shkak se pejgamberi sa ka bashkuar drekën me ikindi, por nuk ka ndonjë transmetim që ka bashkuar xhumon me ikindi. Dhe këtu ka lind vetëm ideja e këtyre personave që dietarëve që kanë menduar që nuk bashkohet dreka me xumë. Por ajo që duket më sakt, Allah subhanahu wa taala edhe më miri, është se nuk ka asnjë ndalesë me bashkuar ikindien me drek në ditën e xumë. Mandej bashkimi i drekës me ikindi, bashkimi, zaventësimi i xumës me drek është çështje e ditur për krejt ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mendimi se nuk bashkohet është mendim i veçuar, mendim i njerëzve të grup të vogël të dietarëve që nuk kanë sjellë ndonjë argument për më kallëzuar se zgjat në atë që zakonisht bëhet Allahu a'lam.